Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë klasin për surën Muzammil. Po e them edhe një herë, e kam thonë shumë herë që Kur'anit po mundohemi t'i qasemi më ndryshe, me kuptime të reja që përkojnë me kohën. Këto kuptime të reja asnjëherë nuk do të thotë që janë kështu ngërthejnë krekusje e medjemalsi, sa kaq mendoj që çdo njeri Allah i madhuar tek ai ka kriju e ka vendos një lloj qipi, le të themi, i cili sa herë i qasë të Kur'anit i jep diçka të re. Në vazhdimsi ai qipi lejon që të futet e ta vllodoj përbrenda tij edhe një kuptim të ri. Në vazhdimsi njeriu përveç se është qenie e gjallë, ai edhe prodhon kuptime të reja rreth librit të Zotit. Sepse pej mrekullive ose pej veçorive më bëhet librit të Allahut mëndum, është ai është shumë konqiz. E me qenë se është i këtill, duhet një mendje shumë e kthjellët edhe e vëmendshme dhe pranishme teksa e mediton, teksa e lexon, teksa i ndërlidh ajetet ndërmjet vetit. Me qenë se Zoti e ka qujt këtë sure me këtë emër, me të vërteta janë ngërthën diçka të madhe në vetveti. Pra surja Muzammil, le themi në tërësi ose ai qëllimi final edhe përfundimtar, të më i rëndësishmi për brenda atyre qëllimeve, është përgatitja e një grupi, një formacioni kështu, i cili ma vonë është i gatshëm edhe mbi gjitha i mund ndaj joshive për ta përcjell edhe për ta përçu deri në fund një kauz edhe një amanet e një beslidhje e cila paraprakisht si synim përfundimtar e ka Zotin nëpërmjet një mekanizmi i cili e ngërthen mendsinë e mekemësisë tokë sipas ligjit të Zotit. Edhe mënyra se si Zoti i qaset surës është e hatashme, ja juhel Muzammil. Edhe na tham që jeja si thirrore është kështu parimisht për diçka larg. Këtu nuk është për qëllim që pejgamberi alayhis salam është larg e nuk është duke ndëgju duhet me thirr që me ja vendu veshin thirrjes, sa kaq ajo e ka për qëllim e synon mbi të gjitha me i tregu pejgamberit alayhis salam se sa është punë e madhe kjo. Sepse ajeti kur e thirr el Muzammilu nuk e thirr me emrin as pejgamber as nebi, sikurse e kemi tregu më shumë se një herë tek surja Ahzab ose tek surja Tahrim, ja ju an-nabiyyu lima tuharrimu. Pra subhanallah, sa herë duhet me çortu dikon për një punë të madhe, Zoti i madhruar e përzill pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me qenë se e don shumë, edhe këtu që thonë arabisht mulaqafe. Me qenë se shumë e don, po e thirr me këtë emër. O ti që je mbështill. Ja ayyuhal muzammilu. Qum al-layla illa qalila, po ja hap ato orientimet edhe me një fjalë kështu nga vetja, nëse e mediton se çka jep pejgamberit alayhis salam këtë sure, është një farë harta. E apo kur e hapat hartën teksa don me utu, edhe thirr si kur don me qenë sukses shumë në mejdanin e betejës, duhet mu kthy te harta e surës Muzammil. Ja juhel Muzammil. Amo një herë ka thirr sikur se po i thot nga mirë. Amo mirë. Jo fal se të ngujëm. Ja juhel Muzammil. Na duhen këso njerëz teksa marrin përsipër detyra. Jo atje në komunë, për shembull kur diskutojnë me nda të opozitat, po, me ty jo, ajo është telefon. Ja juhel Muzammil. Sepse për atë pozitë që e ke pranuar, që e ke nëshu, valla ke me përziqit madhe për Allah më dhunë. Një njeri me pas përsipër është baja gi punë madhe, se lere më mi pas 30.000 veta, ose ma larg edhe ma shumë se kaq me qenë kryeministri një veni. I ki 1 milion, 2 milion, ose edhe ma shumë, 10 milion, 11 milion për shembull. Edhe t'ju bësh zullum atyre. Ja juhel Muzammil. Kur të nënshkrujsh, lexoj ato kushtet e marrëveshjes mirë, se s'ka kthim prapa pastaj. Nuk ka loj. Wa ma huwa bil hazl. Pozita dhe amaneti i qenurit prers i një populli, i një bashkësie, i një shoqërie, nuk është punë e lehtë. E ke po atje në Shqipni tash se si këta politikanët e vjetër tallen me popullin,
A i shikoni se si domon ju qasën aty nëpërmjet premtime, nëpërmjet. E keni vrej këtë kryeministin aktual, Nikje. Shpresojmë ti ke mos kthehet asnjëherë se si tallet me popullin. Ja jo Muzammil. Ose aty Maqedonitë Veriut, ata shqiptarë për shembull që kanë të pozita të kyçe. Se gjithmonë fajin u ahedhin këtyre të tjerëve. Ja jo Muzammil. E pastaj jelanu ba'duhum ba'dan. E mallkojnë njëri tjetrin. Deri dje miq, sot janë bë sikur me qenë kështu armish të kahmotshëm. Le të shkojmë tek ajeti tjetër. Hallet e popullit tonë vëllazër. Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Zoti i lindjes e i perëndimit. Subhanallah. Mirë po, shikoni sa është i bukur Kur'ani, inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'a. Sepse më ka ikë një gjatë tek hera e kalume. Ashaddu wat'a, masdarja, i burimi këtu është për qëllim, ose kjo fjalë, mënyra se si ka ardhur këtu tek ky leximi, është për qëllim ai vullneti i natës vije shumë domethënë me vështirësia. Po njeriu kur flan, duhet zgjohet, marr abdes, të largoj një herë nëse ka fuqi me larguar organin, se ku më diku ka qenë para se të flan, duhet bajagi punë me u ngrit. E sikur na thotë ky grejt inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'a. Realisht po, ai vullneti i natës është kështu më i madh në kuptimin kështu parimisht, mirë po për të arrit njeriu me pas atë vullnetin e natës kështu me qenë gjithmonë aktiv, duhet bajagi domon formim paraprak, që ta Allahu i thotë waratil Kur'an tartila. Njëherë formoje veten, kalite veten që me arrit atë grad, tani të bëhet ajo kështu një cilësi edhe në pandashme. E në krajetin e një pjesë të madhe të kurrave të lexuesve ka ashaddu wat'a. Është shumë e vështirë. Pa me arrit njeriu me bashku mes leximit të rrjedhshëm edhe vullnetit të dendur natën është shumë e vështirë. Krajeti tjetër na apo ato që thotë ashaddu wita'a. E kur vjen ashaddu wita'a ka qëllim që një mend vullneti i natës edhe leximi i tij kur ti mishnon i bën dyja bashkë, një është kështu e hatashme. Ama për të arritë tek ajo duhet një herë shumë mund paraprak. Wa aqwa muqila. Edhe fjala si fjalë natën kur është qetësi e ti lidhesh namaz drejt për drejt me Zotin e Madhnuar pa pas kështu pengesa përreth as zona e as muhabetet kota, jemendu aqwa muqila. Jemand ma bukur njeriu e ndjen, ma bukur njeriu e lexon, ma bukur njeriu me thonë ma bukur njeriu e përshkon ajo. Jep një fallim madhështie përveç se kuptime të paqena më herët. Inna laka fi an-nahari subhan tawila, këto tregu më herë kalum, Allahu sikur i thotë pejgamberit alayhis salam ditën bëni Zoti vetës. Mos u bë barë për tjerë, mos prit tjerët me tep ditën e që ti natën me qenë rahat, sa kaq bën ti vetën të atill që njerëzit kur të shohin t'japin edhe vlerësim, edhe mirënjohje, edhe ndihen komod me ty. E jo ditën ata ikën pjeteje sepse kanë frikë mos u kërkon diçka, sepse paraprakisht të moni e bo parazit, e pastaj natën falësh teksa shtirësh si i devotshëm. Si me ndëri, Allahu për thotë njerë, nata është shumë e veçantë, duhet ty si thirrës, nështë ata tjerë duke kanë kështu si prioritet, mirë po ty duhet ajo. Ajo është e patjetërsueshme për ty, sepse i pres, e prisi duhet mu dallu. Amo ditën ki punë, po, mirë po mes ty në dy javë mos e harroni gjë. E çfarë është ajo Zot? Wadhkur isma rabbik. Kur ose në vazhdimsi përmend emrin e Zotit. Emrin e Zotit njëri si më e përmend, duke mos i gënjy ata që punon me ta, duke mos i tratu ata që ta kanë apat pozitë post, duke mos e tratu kur idealin e Zotit, duke mos e shikuar se Zoti nuk don. E deri në fund, o tabattal ilayhi tabtila, edhe Zoti përkushtoi kështu me këtë përkushtimin, po si o vëllazër ose si më thon, si do të ai përkushtim i madh që jep Zotit me zemrën tonë. Andaj dhe pejgamberi alayhis salam ka devotshmëria këtu, 3 herë ka bën me dorë këtu, s'ka fol e taqwa ha huna, s'ka thon zemra ka këtu, sikur më thon mos gaboni me menu dikon tjetër që devotshmëria, mu vesh kështu keqa, flok me milon çaraveshta ose njerëzat kështu me ju shit moral. Unë u fola kaq rekate natën, ja pa ka sadaka.
asnjëna s'dvan më të mirë se ai tjetri. Bile baki ai që veshet më mirë, hekuroset më mirë është ai ku më ditë ku është më nalë se ti tek Zoti, sepse ai paraprakisht zemrën e ka pastruar. At-taqwa huna çto. Andaj kur thot Zoti më nuk kuris me rabbik, përmend emrin e Zotit ton, me gjithë vëllezër e ka atë ndjenjen e brendshme. E ndër tjera shumë këtu i kam dhënë disa meditime. Pra kur thot Rabbul Mashriq, Zoti i lindjes e i perëndimit, megjithatë ai vjen mos ju ndaj asnjëherë udhëzimet. Te ati që të ka eduku, e të ka mësu, e të ka inspiru, e të ka mbrojt, e të ka ndryshu, e të ka ngrit. Po pra, prandaj Rabbul Mashriq. Ai është ai kujdesari, Rabb i thojnë edhe pronari shtëpisë. Rabb i thojnë atij që edukon diçka, që ja jep ato kont, ja jep ato hapat e parë, ja jep ato çelësat e parë që të pas ato ai me gjithmonë i mangët. Rabbul Mashriq. Wadhkur isma rabbik, përmend emrin e Zotit ton. Po kush është ai Zot? Rabbul Mashriq. Zoti i qiellit e tokës. Pra ndjeje praninë e tij dhe bëhu i bindur tek ai. Ndër tjera spori ti merre për mbrojtësat, pronarin e qiellit dhe tokës, jo dikë tjetër, mbi gjithë vëllezër përkushtoju atij. Përkushtoju Allahut mëndum. Bile burim i durimit tënd sjellë sate Rabbul Mashriq. Gjithmonë vëllezër kur do ish mos sjell me tjerë Rabbul Mashriq. Ai është Zoti i qiellit dhe tokës. Ai është Zoti edhe i yti edhe i atyre. Rabbul Mashriq. Le të jetë burim i durimit tënd, i edukatës sate. Pika Rabbul Mashriq. Zoti i lindjes dhe i perëndimit. Tjetër, mos u hakmer asnjëherë. Lere këtë betejë atij. Zoti sepse në sura Muzammil është domthonë ndër surët e Mekës. E Zoti ja ka zbrit këtë surë pejgamberit alayhis salam me kalit, me eduku. Sepse para prakisht ka pas shumë ofendime, shumë kështu, domthonë goditje, shumë shpifje, shumë lajme të rreme, të shpërndara kështu me shpejtësi nga njerëz të pagum, nga ata spionët e shtetit, sikurse sot me shpejtësi për shembull arrestohen njerëz, internohen, edhe heshten, eliminohen. Rabbul Mashriq. Zoti i lindjes dhe i perëndimit. Leri sepse ai e ka në dorë ata. Ai ka kriju. Ai e lejon edhe të hajnë, sikurse hajnë kafshë, edhe le të zbaviten leri. Afatizoje, injoroje, mos fiqiro shumë çka thojnë pse vëllazër, sepse Allahu në surën Kehf, edhe në surën Shuara, pra në surën Shuara, surja e poetëve, surja ma të shkronat e arta, i thot Allahu pejgamberit la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, ti don me shkatru veten, po si ka urgjendja pejgamberi alayhis salam me shkatru veten me stres vëllazër. Domthon gjithmonë për brenda ka qenë i stresuar, ka qenë i mërzitur sa ta zbon musliman. Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Ti toleroje, afatizoje, injoroje, mos fiqërosh më çka thonë se smuhesh. Leja Allahut mënum, që kjo është vëllazër Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Tjetër, la ilaha illa hu. Pra, Rabbul Mashriqi wal Maghrib, ai cili është pronari i qiellit dhe tokës, i lindjes së perëndimit, që ai është i cili meriton adhurimin. Fattakhidhu wakila, dhe Allahu më mbrojtës. Tek ai mbështetu, tek ai i ki shpresat, me lenin Allahut mëndum, Allahu bën edhe zgjidhje edhe tërman. Pra, Rabbul Mashriqi wal Maghrib, me kohën tonë, me kontekstualizu aty ajo që ju ndodh atyre në Palestinë, Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Ajo trati që ju ndodh luftëtarëve, Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Ato arrestimet e padrejta që ndodhen, Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Ai është i cili ka kriju, ai e din më së miri. Gjithmonë përmend as provës që ai lejon e krijon ka një urësi të madhe. La ilaha illa hu. Tek ai gjithmonë gjërat paraprihen me urtësi, me drejtësi, me korrektësi edhe me duke qenë gjithmonë ajo në vi me dijen e tij. Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Edhe ato humbje, edhe ato debakle, edhe ato vënesa që ndodhin luftëtarëve, Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Edhe ato vënesa në ushqime atyre njerëzve që janë ndoshta me javë, me muj, e që nga njëherë i ndëgjojnë për lajme ose i lexojmë që ka mundësi për shembull që t'i godet paraliza me mira fëmijët në Palestinë për shkak të mungesës së ushqimit. Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Dorsa duhet me kaluar për këto sfida e në për këto labirinthe, kush e di çfarë mësimi duhet në fund si rezume musliman me konkludu.
Rabbul Mashriq wal Maghrib. Mirë po fitoria edhe triumfi detyrimisht si urë e ka qëndresën edhe bindjen tek ai. Fattakhidhu wakila. Herën tjetër me Allahut me meditime treja e deri atëherë i rujt i madh Zot. Faleminderit.